atë loje. Kur u konfirmua dalja e tij, reagimet ishin të menjëhershme. Disa u ngritën për ta përqafuar, disa shpërthyen në lodh, ndërsa të tjerë mbetën të shtangur. Rogerti ishte ndër më të prekurit. Ai e kishte krijuar një shoqëri të fortë në Markon dhe shpesh ishin parë bashkë nëpër diskutime, strategji, por edhe momente të qeshura. Në momentin që u kuptua se Marko do largohej, fytyra e Rogertit ndryshoi krejt. Ai nuk e fsheu zhgënjimin dhe trishtimin. Në atë moment emocional, Rogerti tha diçka që i surprizoi të gjithë. Ai u shpreh se do ishte dakord të dilte bashkë me Markon. Ishte një deklaratë e fortë që tregonte sa shumë e kishte prekur largimin e shokut të tij. Për disa banor, kjo ishte një shenjë besnikërie dhe zemre të madhe. Për të tjerë, ndoshta ishte reagim i nxituar nga emocionet e momentit. Atmosfera në shtëpi u bë e rëndë. Për qafimet e gjata, lodh fjalë mirënjohjeje. Marko falenderoi banorët për kohën e kaluar bashkë, për debatet, për shakat, për mbështetjen. Ai u